Pritet sjellëzimi i Albano Jankut. Topi parë nga qendra e luajtur nga futbollistët e skuadrës së Dinamos. Putin Çani në vetë zonë, pas është Hysa. Bakaj kërkon Sefa, ka i godit me kokë dhe vjen goli për skuadrën e Dinamos. Emiliano Vila. Nisi luaj nga qendra futbollistët e Laçit. Janë ndërshkuar në të parë goditje standarde të ardhur në zonën e tyre. Bakaj, kjo goditje mbi kuadratin e portës. Vila më pas pasimi dhënë në krahun e djathtë. Muzaka. Tje Gjergji Muzaka. Vjen ky top i lartë në zonë. Bakaj e ka ulur mjaft mirë dhe më pas e goditje. Vjen ndërkohë krosimi dhe kjo goditje me kokë, vjen goli i barazimit. Kot Hysa, Xhafa ka gabuar, mund të përfitojë Hysa dhe më pas kjo parabola e tij në rrjedha i top 2-1. Vilfor Hysa e pa besueshme. Selezon Janku. Niset Bakaj në barikadë më pas Almuça. Ore Lesi në pozicion ballor, provon një goditje portierit dhe më pas Bakaj vjen goli i barazimit 2-2. Parazot gjithçka në Qemal Stafa. Ore Lesi, Bashaku ka gabuar dhe Elis Bakaj gjen golin e barazimit 2-2 në minutën e 38. Ka gabuar. Ka gabuar në këtë moment Bashaku nga i goditje nga distancë e largët. Amborue. Topi dërgon në zonë, Muzaka me kokë mbi kuadratin e portës. Dhe ai topi devijuar sërish Almuça në shtyllën e dytë. Vila nuk ka arrit godas. Topi lartë dërgon në zonë dhe ka goditje me kokë Bashaku. Edhe një tjetër Elis Bakaj, Almuça. Ndërkohë Orelesi në pozicion mjaft të mirë ka goditur mbi kuadratin e portës. Topi dërgon në zonë dhe vjen goli për Dinamon. Fatjon Sefa ka kaluar në përsi skuadrën e Dinamos. Më në fund arrin të realizoj qendrës sulmuesi Luzhnjani Dinamos, Fatjon Sefa. Këtë një krosim i cili vjen në zonë dhe vjen goli i barazimit 3-3. Rexha arrin të largohej, më pas është Bakaj në hyrje të zonës. Gjithë Bakaj, goditja pranë golit. Elis Bakaj. Niset Bakaj. Topi dërgon në zonë, arrin të largohen, afrohet Putin Çani. Tepër forte goditje, por mbi kuadrat. Marko Putin Çani. Nuk ka më kohë, dëgjohet dhe sjellëzimi Albano Jankut përfundon në Qemal Stafa në barazim 3-3. Kjo përballje